Jo më shumë se 7 bira në javë. Kjo është kërkesa që bën Suedia, sepse në të kundërt do t'ju hiqet patenta. Rasti më i fundit është bërë edhe viral në fakt në mediat suedeze. Ai është një mjekeje të shërbimit ambulator, të cilës jo vetëm ju hoq patenta, por u pushua edhe nga puna. 7 bira në javë, që do të thotë një birë në ditë i bie, ose një birë e gjys, duke përfshirë të shtunën dhe dielën që ke lirin të bësh çfarë të duash. Do ta diskutoj me Ervin Dushin, gazetarin në Suedi. Mirë se vjen, Ervin. Ervin, ti vjen edhe më sjell lajme nga më të çuditshmet. Ç'a ndodh kështu me ty? Po tashi nuk e di për zotin si m'ja vu titullin, është lajmet i kena çuditshme, i kena të paditshme. Jena popull i çuditshëm thonë ta. Ke pinë një gotë birë sot? Ideja ku kam frikë edhe me kalu të dyshani tjetër. Qa thumër bërë. Okej, mirë, dakor. Shiko, ti tani ke frikë trish edhe me ndonjonin që ka pi se aroma mund dej dhe ty, ë? Allah, imagjino, 3 ditë para se më kthy për Suedi, kur di Shqipëri, 3 ditë para se më kthy në Suedi, do të pira ki. Ndryshe nga Shqipëria, që nuk del as policin pun pa pi kafe raki. Po. Këto maksimumi 7 birra në javë. Po. Ose një shishe gjys verë. E barabartë me fjalë. E barabartë me një shishe e gjys verë, shishe. Po. Pa. Sepse ban me fjalë, në qoftë se si funksionon, se shumë njerëz thonë, po ku e din polici, se sa ke piti ta javën. Po. Ai ban alkotest aty. Dhe mund t'jesh. Dhe ideja është ti mund t'jesh i pa pirë në atë moment ku ai ban alkotest. Ama në qoftë se ai dyshon, të merr me vete, të çon në spitalin më të afërt ose ambulancën, poliklinikë, si kena thënë ne dikur, të lagjë, të marrin analizat e gjakut, të cilat dalin mas 3 ditësh, sepse zyrtari nga ata të shpejta, dhe në qoftë se të del që ke pi më shumë se 7 birra, atë masën nuk duhet të gaboj që ta tha me sak, sepse mund të bëjmë në i gafe dhe s'kena mosh për meme. Po. Dhe në qoftë se ke pi më shumë se 7 birra, ose një shishe gjys ven, të heqin patenten dhe jo vetëm. Doktoresha, cilat po fliqim ne, kishte, ajo pretendon se, se gjithmonë është e parimi gjithë pafajshmet janë bërë. Dhe tanë thënë jenë të pafajshem. Por, ideja e pretendon pak në të kemë minimumi, thot, që kam kanë një ditlini, thot, mund të akim pillë birën e 8 mërë vëllë, po, se di. Po, se duhet në më hek gjithë këtë studim. Kam bërë gjithë këtë shkollë, thot e shkenda. Po gjithë këtë shkollë për mu ba doktoresh. Dhe me hek licencën e patentën. Mirë atë, se më hoqën patentën, po më hoqën licencën e mjekësis. Pra të hekin edhe licencën e profesionit të cilit kje, ushtran. Dhe ideja gjithë kësaj, është varësia ndaj alkoolit. Nuk është e sa ke pia ditë. Është varësia, konsiderohesh person i varur. Kështu që të varësia duhet me pas kujdes. Aja është që po synohet luftimi i varësisë ndaj alkoolit. Tani kam një pyetje, polici atje, sa e rëndësishme, si është kjo marrëdhënia e policit me personin që ndalon? Shumë e rëndësishme kjo. Është i plot fuqishëm, është i respektuar, është një njeri që e shoh, sa ta përmena emrin direkt u friksove. Në fjallë edhe pse jam me dhimbje mesë të drejtova. Edhe pse më ka mesë të drejtova. Pse more kështu? Ja, polici këtu ka me fjallë të ngrej një akuzë, aty në rrugë të ngrej akuzën, dhe të shoqërën brenda, ka fuqin, të ngrej një akuzë. Të bazu nga sjellja momentale apo tjetër. Pra të thotë edhe që unë dyshoj që ti ke përdor lamë narkotike, të akuzon, edhe të thotë hajde vërtetoj që nuk e ke ba. Shkon në spital, thotë ban analizat e gjakut, urinë dhe me sjell mrapa. Ai ta ban akuzën aty në dëm, s'ka nevojë.
Si janë të klasifikuara gjobat atje? Okej, në këtë rast kemi një rast ekstrem, se sigurisht edhe në heqjen e licencës, heqjen nga puna është goxha ekstrem, po. Si praktikojnë gjobat atje? Nuk është ekstrem, ë? Po kush është ekstremi atje, të dëbon nga shteti? U bë që nga data 1 prill është bë i zakonshëm. Pa shiko. Sa veta janë testuar deri tani? Po, thjesht nuk kanë dalë ta që punojësit e magazinave, që punojnë për magazina, nuk kanë dalë ta punojësit aty në pirunave në për magazina, sepse për ditë po ju hiqen atyre. Po kamionave po. Por ka dalë një mjeke, sepse ka një pozicion që ka bë 8 vite, apo sa vite ka shkolla. Kjo është ndryshimi. Prandaj, po ekstrem nuk ka. Po gjobat janë... Tash po vështirësohet për thënë vërtetën, tash po vështirësohet çdo gjë në Suedi. Sepse Suedia e bën liberalizim çdo gjë dhe kalon në abuzim. Diçka. E kuptoj, kështu që... Pra, unë mund të them që kur kam ardhur për shkak, kur jam spostuar në Suedi, ishte e lejueshme të flisin telefon, po jo të bëj shkruaj SMS. Ndërkohë, kur thua që situata është vështirësuar, pra në Suedi, në një farë formë është vështirësuar për të respektuar, se ti thua është vështirësuar, po është vështirësuar krahasuar me Shqipërinë. Po ta sjellësh një suedez në Shqipëri, e bëjmë ne suedezin si shqiptarët? Apo ai së ndryshon? Ata vdesin më pas si shqiptarë, më vërë. Vërtet, ë? Ja, vete dhe ata vdesin. Po kush nuk vdes më pas si shqiptarë? Po si ka mundësi? Ja ke treguar ti si është jeta këtu? Ja ke treguar ti Ervin se si është jeta këtu? Çfarë thot një suedez kur i thotë atje tek ne, festohet? Po. Po që qosh me gotë rakije të mje si herë kafe, konjak, do lokal i duke në alkoholista herë skandal. Pa. Se si mund pinë robi, raki pa pi ujë, dhe shqiptarë mund të bajmë. E kuptajmë, me këtë drejtë. Po, e dyta ajo ideja që se unë kam marrë, më ka taku, më ka rastis, kam marrë shumë suedez me dhe, jam që kam për unë pushime. Edhe më ka taku, shumë që, thojnë, Allah, si ka mundësi që gjithë kush e njef dike. Të gjithë janë të njohur, po. Se është një vend i vogël. Pa, gjithë kush i bjen telefonit, i thot policit, unë një filanin. I ka bërë përshtypje suedezve, kjo njohja që kanë? Absolutisht. Ndërkohë që këtu, unë punoj në media këtu, në Suedi, gazetari e vetë, se kur të nalin o shefi i Shabanit, se këtu s'do me ditë. Fare. Do me ditë, kjo është gazetar, kjo është do që t'jesh, u kap një gazetar. Po ke pi godën e birës? Kishte përdor lëndë narkotike dhe ishte në timon. Një gazetar shumë... Qarë lëndë narkotike kishte përdor? Aty s'ni ma të dhej. Jo, është kokain. Kokain, kishte përdor kokain. Pse, përdorin gazetarët atje lëndë narkotike, Ervina? Ja, që ne ishte i përjashtim. E ndjen, do me thënë, ka dhe, po mi pra, ka dhe atje, nuk është se vetëm këtu tek ne. Po pësa, s'ka Shqipëri? Jo, në Shqipëri jo. Jo, në Shqipëri vetëm ujë. Jo, në Shqipëri s'ka që se përdori. Cilat janë ligjet e tjera që po diskutohen tashmë për të kaluar në parlament? Ligjet tjera, që kjo, është për te i batutave që bëmë dhe falenderoj, janë edhe, për shembull, janë edhe follow the money. Këta janë vushum, me qenë se bandat këtu... Follow the money, pa shiko. Pra, po ndjekin paran e zez. Po ndjekin paran e zez. Pra, në qofë se i pa punë. Si ke një blues Philip Lane, apo i gjup Hugo Boss, politit në rrugë ta merë. Si ta merë? I vjen numrit personal, që ke këtu, atëherë, të në rrugë, dhe t'i bjen numrit personal. Dhe shef që ti i pa punë, se këtu i kanë gjitha të hapura. Dhe të thotë, zotëri ti ke 6 muaj pa punë, duke. Ti ke 6 muaj pa punë, që mërë social. Dhe nuk mundesh me suportu një blues Philip Lane, ose një sahat Hugo Boss, ose një palsyze Ray-Ban, apo një gjup Hugo Boss. Lutem thotë, kjo konfiskohet, kur të bish deklarat të ardhënash dhe fatur,
mund ta marrësh mbrapa. Po nëse ta kanë bërë dhurat? Duhet ta deklaroj, personi që ta ka bërë vi me një faturë. Të vi me një faturë, e kuptoj. Ma ke bati mu dhar. Do me thënë, unë po erdha në Suedi nuk të sjell do të gjë dhuratë. Ose kur ta sjell, nuk ta sjell, do duhet ta sjell. Jeni se rregullojmë, jeni se rregullojmë. I shkruajmë në emër të plot. I kalon, atë jemi ne jemi mësuar të kalojmë çdo gjë. Ne shqiptari gjithmonë e ka zgjidhje. E ka një zgjidhje. Do me thënë janë ngushtuar shumë situata. Janë vështirësuar. Polici pas ka një fuqi të jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme, për shkak sepse janë vështirësu, janë bë dhe po kthejnë edhe shumë shqiptarë. Po kthejnë edhe shumë sepse janë bë nuk janë vetëm shqiptarë që po kthejnë, po janë bë ashtu shumë kriminaliteti. Pra, mundet të them që në qytetin ku rri, vetëm në muajin e kaluar kena 6 vrarë. 6 të vrarë? Pse? Nga emigrantët? Dhe të gjithë janë në moshën 25 vjeç. Si ka mundësi? Po, gjithë ke emigranta, gjithë ke Abdul Ali Ramadan, nuk ke asnjë Svensson. Asnjë suedez, e kuptoj. Ja. Mirë, Ervin. S'ka asnjë suedez. Kështu që kjo është arsye që po i vështirësojmë. Okej. Të falenderoj shumë, Vini, që patëm një bisedë bashkë. Edhe që sqaruan në fakt dy tema të rëndësishme nga ky moment.